Ermal Meta do të vi për publikun shqiptar me një koncert në Butrind mbrëmjen e kësaj të shtune në orën 20. Ai jap sezonin veror me një event të veçantë në magjinë e teatrit antik. Meta do të interpretojë bashkë me pianistin dhe shkrimtarin Davide Antonio Pio dhe një trio elegante me instrumente harkore. Kultur Fest është aktiviteti që do të mbahet te Pazari i Ri në Tiranë në 8 qershor, nga ora 17 deri në orën 21. Aktiviteti bashkon traditën me artin urban bashkohor në zemër të Tiranës. From West to East me Ana Naqe dhe Orkestrën Simfonike të Shkodrës është koncerti që do të vijë mbrëmjen e kësaj të shtune në orën 19 në sallën e madhe të Teatrit Migjeni në Shkodër. Karnavalet e Korçës rikthehen këtë të shtunë në një festë që nuk njeh mosh. Festa që hap sezonin turistik në Korçë, Festivali Ndërkombëtar i Karnavalit, do të çelet mbrëmjen e kësaj të shtune në 7 qershor në orën 19. Në Pogradec vijon të mbahet Festivali 19 Mbarkombëtar i Teatrit të Kukullave. Këtë të shtunë në orën 17 do të jetë shfaqja Xinxifillo, që do të vijë në sallën e Teatrit të Kukullave Pirozotsi të qytetit.